Shqipëria do të luajë shanset e saj në nëntor, ku do të përballet fillimisht ndaj Andorrës. Në transfer të mëpas, do të presë në Tiranë skuadrën e Anglisë për të mbyllur kualifikuesit e botrorit. Për Panorama Sport ka folur sulmuesi i kuqezinjve Mirlin Daku, i cili u shpreh se Shqipëria sheh veç nga ndeshja e radhës, duke cilësuar njëkohësisht fitoren në Serbi si më të rëndësishme në karrierë. 5 fitore, 2 barazime në 7 ndeshjet e fundit, si e shehet Curinë kombëtares në këtë periudhë. Mendoj se vetë rezultatet tregojnë qartë punën që po bëjmë, kemi kaluar një periudhë të mirë me përkushtim dhe sakrifica dhe kjo po reflektohet në fushë. Shpresoj që të vazhdojmë në të njëjtin ritëm edhe në 2 ndeshjet e fundit që ta mbyllim këtë cikël sa më bukur dhe t'i bëjmë të gjithë shqiptarët krenar. Si e përjetove personalisht fitoren kundër Serbisë? Për mua është fitoria më e madhe në karrierën time, duke marrë parasysh gjithçka, rrethanat, historinë e gjithçka tjetër, e konsideroj si fitoren më të bukur dhe të veçantë. Kosova ecën në një rrugë të ngjashme me Shqipërinë. Mendon se është gati për në play-off? Po, mendoj se Kosova e meriton plotësisht të jetë në garën për play-off. Uroj me gjithë zemër që ta realizojnë këtë ëndër sepse do të ishte një arritje historike, do të ishte fantastike që si Shqipëria ashtu edhe Kosova të ishin në një kampionat botror, ka thënë ndër të tjera në këtë intervistë për Panorama Sport, sulmuesi Rubin Kazan dhe i kombëtares së Shqipërisë Mirlin Daku, i cili shihet si një nga sulmuesit më në formë aktualisht për kombëtaren shqiptare dhe mund të jetë një nga ata njerëz që mund të vendosë 2 ndeshjet e fundit për kuqezinjt, të cilët do ta çonin Shqipërinë në fazën e play-offit, e cila më pas mund t'i çojë ata në rrugën drejt botrorit të Amerikës, ku shpresojmë që së bashku me Kosovën do të ishte një realizim i jashtëzakonshëm për kombin shqiptar.